recitim Kurani dhe ke njerëz, ke mysafir dhe e ke lëshu qaben dhe të njëjtën kohë atje ka recitim Kurani dhe njerëzit bëjnë muhabete, unë e kisha këshillu që më mirë fikeni sesa të merrni gjëna, sepse nuk jeni të marrë se vapi, po jeni duke marrë gjëna. E përsëris edhe një herë, nëse ti je e përqendruar, pavarësisht se je duke bë punë shtëpi, sepse na ndodh secilës prej nesh, pavarësisht se je duke bë punë shtëpi, nëse je e përqendruar në atë recituesin që është duke recitu ajetet e Kuranit dhe ti hec her pas here, për shembull surën Kehf. Ka për aty në motrave që surën Kehf e lexon ose e ndëgjon xhuma për xhuma. Ti duke punu, duke fshi, ku diun, duke la enët dhe ti ndëgjon surën Kehf dhe hec mas recituesit duke recituar dhe ti me të bashkë me të, nuk është problem. Nuk është problem, inshallah, nëse ti e ke mendjen. Nëse se ke mendjen, atëherë fike. Allah e di më së miri. Të Kur'an. Inshallah, shpërblimin e ke njësoj. Inshallah të Allah subhane gjele gjelare, shpërblimin e ke. Dhe vëdhon, edhe herë përsëris, nëse ti ndigjon dhe ndigjon recituesin e Kuranit duke lexu surën Kehf dhe ti shkon nga mas, duke lexu dhe ti ajetet bashkë me të, sepse e din përmendesh, inshallah shpërblimin e ke të Allah subhane gjele gjelare. Nuk ka diskutim. Profeti alayhi salatu wasalam ka pas recitu Kuranin në mënyrë më të bukur, në mënyrë më perfekte, megjithëse ka pas të rëmëste që profeti alayhi salatu wasalam i ka thënë sahabëve që un kam qejf ta ndigjoj Kuranin prej dikujt tjetër. Më thënë kjo është në rregull me lejen e Allahut azza wa jall, shpërblimin e ke. Sepse Allah azza wa jall çka thotë, siç e përmendëm më herët, që Allah subhanahu wa jalla thotë: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu", dhe kur lexohet Kurani ndigjojeni dhe mani mendjen aty. Domethënë kesh problem kur ti ndigjon Kur'an, e kesh problemin inshallah te Allahu subhanahu xhalla xhelalu, nuk ka diskutim. Mirë, po tu tash çështja është kur e lexon Kur'anin, hapën Kur'anin dhe e lexon, shkon harf ose gërm mas gërme, ajet mas ajeti. A është njësoj si e ndigjon dhe është njësoj si kur e lexon? Allahu Teala e din më së miri. Shpërblimi ke në të dy rastet. Mbas të disa dietarë kanë thënë që ti kur e shikon Kur'anin dhe hecën dhe e shqipton vet, normal që shpërblimin e ke edhe më të madh. Edhe herë përsëris, nuk ka diskutim, dëgjimi i Kur'anit është gjë e mirë, është gjë e bukur, e urdhnuar për Allahut subhanahu xhelle xhelalu, shpërblimin e ke te i madhi Zot xhelle xhelalu. Njëtën kohë, ti kur e lexon vet Kur'anin, shpërblimin e ke edhe më të madh te Allahu subhanahu xhelle xhelalu. Mirë, për ti motor, edhe herë ta përfundoj atë përgjigjen e pyetjes tënde, është që ti në njëjtën kohë edhe ndigjon, po edhe shqipton mbas atij recituesi, inshallah shpërblimin e ke të plotë i madhi Zot xhelle xhelalu.